Faleminderit i nderuar kryetar, kam vetëm një replik të shkurtër me zotin Gruda. Së pari, nuk është në rregull që nuk e lexon nenin deri në fund, paragrafin deri në fund, pra paragrafin 5 të nenit 31, sepse ky thot kështu: kufizimet e përcaktuara në këtë nen vlejnë edhe për qeverinë në situatën siç përcaktohet në nenin 28 paragrafi 1, nën paragrafin 1.1 të këtij ligji, deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pra, mandati qeverisë përfundon, paragrafin 1.1, me përfundimin e mandatit 4 vjeçar të kuvendit. Pra ne kemi përfunduar mandatin 4 vjeçar në fund të marsit. Prandaj edhe ligji na lejon, pra kjo qeveri detyrë që të dërgoj buxhet në kuvendin e Republikës së Kosovës, dhe në këto rrethana mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që opozita, LDK, PDK, AK e Nisma, e lista serbe, sepse jeni bërë bashkë gjatë gjithë kësaj kohe, jeni bashkë edhe sot, për të bojkotuar vendime tepër të rëndësishme për qytetarët e Republikës së Kosovës. Buxheti nuk është i Albin Kurtit. Nëse keni nati me kryeministrin Kurti, po a bëj të qartë, buxheti prej rreth 4 miliardë euro është i shtetit, është i qytetarëve, dhe mendoj që me pas prokurori të përgjegjshme, e profesionale, të gjitha ata të cilët tentojnë me fut vendin në krizë sociale, ish dashur mu përgjigj penalisht. Ne kemi mund ta bëjmë qeverinë, por ne nuk bëjmë pazare si që keni bërë ju. Me tendera, me ambasada, me listën serbe që jemi detyru mi prit, me orë të tëra këtu në kuvend, vetëm për mja u dhëmë votën për qeverinë. Ne s'jemi si ju, prandaj ne s'bëjmë ashtu. Shkojmë zgjedhje dhe pastaj qytetarët e Republikës së Kosovës ju japin dëshkimin që ju e meritoni.